Përshëndetje të gjithëve. Sot ndodhemi pranë qendrës së Durrësit, kryqëzimi i dytë mbas Pallatit të Sportit. Jemi fiks fare ngjitur me rrugën Muel Qenako në katin e 8 me ascensor me tash të një pallati me super administrim të rregull dhe shumë cilësor. Dhe jemi këtu për të njohur me një apartament 2+1 me 2 tualete, të cilin e kemi përshitje. Organizimi bëhet nëpërmjet këtij korridori shpërndarës. Më tej kemi pjesën e sallës së ndenjes bashkë me ambientin e gatimit me një dalje në balkon. Theksojmë këtu që apartamenti ka 3 orientime, lindje, veri dhe perëndim. Nga ana tjetër e apartamentit kemi pjesën e 2 dhomave të gjumit dhe 2 tualeteve. Siç e thash, organizimi bëhet nëpërmjet korridorit shpërndarës. Tualeti kryesor është nga kjo anë dhe është me irim natyral, pra me dritare. Dhe në fund fare kemi një dhomë e cila është po ashtu me një tualet të brendshëm, i cili po ashtu është me irim natyral, pra me dritare. Ky opsion apartamenti ndodhet në katin e 8 banim me ascensor jo të fundit, është një pallat shumë cilësor, ndër më cilësorët në zonë, disponon 111 metra katror totale ose 100 metra katror të brendshme në certifikat dhe është shitje për një çmim 160 milion lekë të vjetra total. Për gjithë ju që interesoni, mos hezitoni të na kontaktoni dhe të vini ta shikoni nga afër këtë apartament. Faleminderit.